në skenë, me njëherë bashkë me mua dhe Agjen Sabri të na bashkohet, një artist që lëgjur me çdo këngë, një interpretues me finesë dhe ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Vullnet Sefaja vjen sonte për të sjellë elegancë, për të sjellë emocione të pastërta dhe për të na kujtuar pse publiku e mban kaq pranë. Vullnet, të lutem ta bashkohesh në skenë. Vullnet zemra ime e mira, vullnetin e njoh nga fëmiria, ku ka qenë fëmijë shumë i ri dhe deri më faleminderit që je këtu. Hajde zemra ime. Para se të këndoj vullnetin, ndjekim plot magji si dikur në retro, edhe kthehemi në skenë për të nisë këngën. Faleminderit. Mirë mbrëma gjithëve. Unë jam Vullnet Sefaja. Jam shumë i lumtur që jam në mesin e juj sonte dhe në përshpia të krejt juve për me prit vitin e ri 2026. Me thonë drejtën, që kjo ka qenë një prej longjeve që na e kena pasur aty në tavolinë kur kena qenë atë vegjël, edhe seni më i madhe që ka qenë në atë kohë në vitet e 90-ta për neve ka qenë me pas një pul, me hongër qatë pul, më bu gati, mandena më bu vitiria dhe me ra me flejt. Përderi sot, ka ndryshu koha shumë, edhe njerëzit përveç në gjirin familjar, kur buhet vitiri dalën e presin jashtë, gjatë që na s'kena mujt në atë kohë. Unë jam shumë i lumtur që sot njerëzit e presin vitin e ri, edhe në gjirin familjar, po edhe jashtë, edhe në përsheshe, edhe në përneja, e dhosht Zoti, priqim edhe shumë më të mira. Unë si mesazh për krejt juve, e kom shumë të thjeshtë, duajeni njëri tjetrin, duajeni vendin, edhe ju prifte mbara gjithëve. Faleminderit shumë.